Kryeministri Edi Rama ka bërë një njoftim përmes rrjeteve sociale për qytetarët duke prezantuar një tjetër shërbim digjital që vjet në dispozicion të publikut. Rama bëri të ditur se pagesa e taksave të mjeteve mund të kryhet online nëpërmjet platformës qeveritare Albania. Mirëmëngjes me një tjetër shërbim të ri që nis nga sot, pagesa e taksave të mjeteve online në Albania. Ju uroj një ditë të mbar, shkrua Rama. Ky shërbim vjen si pjesë e procesit të digitalizimit të shërbimeve publike dhe synon të lehtësojë qytetarët, duke shmangur radhat pranë sporteleve dhe duke ofruar një mënyrë më të shpejtë e më të sigurt për kryerjen e pagesave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.